Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Të rritet shkëmbimi tregtar nga 207 milion euro në 1 miliard euro, të hapen korridore për vendet pa dalje në det, të hiqen barierat doganore dhe Durrësi të bëhet një alternative portit së Selanikut. Apeli vjen nga biznesmenët e Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë në forumin ekonomik për te kufive që u mbajt në Shkup. Zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandar Nikollossi deklaroi se bashkëpunimi ekonomik mes dy vendeve është i mirë, por larg potencialit real. Sipas tij, shkëmbimi tregtar vitin e kaluar arriti në 180 milion euro, ndërsa në 3 muajin e parë të vitit 2026 ka qenë 38 milion euro. Ambasadori i Shqipërisë në Shkup Denion Mejdani në forumin ekonomik për te kufive vlerësoi se korridori 8 është një projekt strategjik që i vendos vendet në hartën europiane të transportit. Është linja që lidh Adriatikun me detin e Zi, është rruga që bashkon tregjet, shkurton distancat, rrit sigurinë dhe i vendos vendet tona në zemër të një arkitekture të re ekonomike evropiane. Në politik shpesh flitet për misi, në ekonomi misia promovohet me projekte. Dhe korridori 8 është një nga ato projekte që mund ta kthejnë fqinjësinë në partneritet dhe partneritetin në fuqi zhvillimi. Sipas tij, Shqipëria është e Maqedonisë si partner natyror, dhe se është zgjedhje nëse do të mbetemi në periferi apo do të ndërtojmë një fqinjësi moderne dhe prosperitet. Të ndërtojmë më shumë ndërvarësi ekonomike, më shumë lidhje infrastrukturore dhe më shumë bashkëpunim real mes vendeve tona. Sot, energjia është gjithashtu siguri kombëtare. Kush kontrollon burimet, kontrollon hapësirën e veprimit, kush diversifikon energjinë, zgjeron lirinë e vet. Prandaj, investimet e reja amerikane dhe evropiane në energji, LNG, infrastrukturë dhe teknologji nuk duhen parë vetëm si marrëveshje ekonomike, por si pjesë e një ripozicionimi më të gjerë strategjik të rajonit tonë. Bota. Shefja e politikës jashtme të Bashkimit Evropian Kaja Kallas kërkoi rritjen e prodhimit të armatimit për mbrojtjen europiane. Reagimi erdhi ndërsa ministrat e mbrojtjes së BE-s u takuan në Bruksel për bisedime që mbulojnë Ukrainën, kapacitetin industrial dhe çështjet e sigurisë në lindjen e mesme. Kallas buri në duke se prodhimi i industrisë së mbrojtjes mbeti një shqetësim pavarësisht financimeve të disponueshme. Lidhur me lindjen e mesme, Kallas tha se ministrat do të diskutojnë për Libanin dhe operacionet e sigurisë detare. Ajo nënvizoi se diskutimet përfshin operacionin detar Aspides të Bashkimit Evropian në ngushticën e Ormuzit, duke shtuar se plani i tij operativ mund të përshtatet nëse shtetet anëtare bien dakord. Zyrtar vendor izraelit kritikojnë Bashkimin Evropian për qëndrime antisemite. Kreu i Këshillit Rajonal të Samarisë, Yossi Dagan, akuzoi Bashkimin Evropian se po mbështet terrorizmin. Kjo është padije dhe paragjykim anti-izraelit, nuk ka standard të dyfisht më të madh. Në autoritetin palestines, terrori është rregull, në Izrael dhe unë është përjashtim, deklaroi zyrtari izraelit. Shkak për të reagim u bën paralajmërime se shtetet e Bashkimit Evropian do të miratojnë sanksionet e reja që synojnë kolonët në Jude dhe Samari. Dagan hodhi poshtë atë që e përshkroi një krahasim të shtrembëruar të bërë nga zyrtarë evropian dhe akuzoi udhëheqësit e Bashkimit Evropian për antisemitizëm dhe të rrënjosur në hipokrizi. Presidenti amerikan Donald Trump kërkon nga ekipi i tij i sigurisë kombëtare strategjinë e ardhshme me Iranin, duke mos përjashtuar mundësinë e rifillimit të veprimeve ushtarake. Arpushimin me Iranin Trump e cilësoi si shumë të brisht dhe me shumë pak mundësi për të mbijetuar. Zëdhënësi i Komisionit Parlamentar të Iranit për Sigurinë Kombëtare tha se një nga opsionet në dispozicion të Iranit në rast të një sulmi tjetër mund të jetë pasurimi i uraniumit deri në 90%. Një bombardues strategjik lanceri forcave ajrore amerikane ka kryer një fluturim operativ drejt lindjes së mesme. Sipas The Wall Street Journal, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë kryer fshehurazi sulme ushtarake kundër Iranit, përfshirë një sulm ajror në prill kundër një rafinerie në ishullin iranian Levan. Bashkimi Evropian po punon për rregulla të reja për të kufizuar modelet e biznesit të mediave sociale dhe për të mbrojtur fëmijët dhe adoleshentët. Lajmi u bë i ditur nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Në fjalën e saj në Kopenhagen, von der Leyen argumentoi se dëmet e shkaktuara fëmijëve dhe të rinjve nga ekspozimi ndaj mediave sociale nuk ishte aksidentale, por rezultat i modeleve të biznesit që e trajtojnë vëmendjen e fëmijëve si një mall. Ajo tha se Bashkimi Evropian porsynon konkretisht platforma të tilla si TikTok, X dhe aplikacionet e saj Meta, Instagram dhe Facebook. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.